Pra në këtë aspekt, se do dua ta shpjegoj pastaj dhe ta zbërthejmë se çfarë heqjes ligjit luftës, sepse ka dy problemet mëdha me cilën ballafaqohet momentin e heqjes ligjit luftës dhe ka problemet e tjera pastaj patjetër të kujdesit që kanë për minoritetin grek në Shqipëri e kështu me radhë. Këto do ja thonë. Se pas e do ndalemi, madje për secili se kemi disa pika apo çështje të cilat janë për diskutim apo situata të cilat nuk janë zgjidhur apo një pjesë e tyre është sistemuar nga çështja e ligjit të luftës që përmendën në fund zoti Ali Bali, prona, detit, minoritetet, pensionet, pra komuniteti grek në Shqipëri, komuniteti shqiptar atje e tjerë. Do të ndoj? Sa përket ligjit të luftës që u tha, është absurdi më i madh i politikës së jashtme të Greqisë me Shqipërinë, pasi baza e këtij pretendimi ekziston që në kohën e luftës italo-greke, e tetorit vitit 1940. Një ligj absurd për arsyeën e thjeshtë, se Italia pasi pushtoi Shqipërinë, nëse do ndalemi pak te lufta italo-greke, intervenoi kundër Italisë në synimet e saj strategjike, kundër Greqisë, në synimet e saj strategjike për të rritur influencën dhe për të pushtuar Ballkanin, se ky ishte synimi i italianëve. Ndërsa për sa i përket, po të rikthehemi te takimi të dy kryeministët, në fakt dhanë ose mund të lexohet në rrjeshta, mund të lexohen dy gjendje. Gjendja e Shqipërisë për të përfituar mbështetjen e Greqisë, që me sa duket tek artikulimi që bën kryeministri i Greqisë dhe media, edhe institucionet greke, nuk janë gati greket dhe nuk e dëshirojnë as pak. Nuk janë gati grekët, e ndani grekët si politika, apo grekët si popullsi? Nuk janë gati, duhet përfitojnë nga rasti. Grekët gjithmonë, që në kohën e revolucionit greke deri në ditët tona, kanë përfituar nga vonesa në procesin e shtetëformimit të Shqipërisë. Dhe kjo është arsyeja kryesore që grekët vazhdojnë. Unë them stacioni i fundit i insistimit tyre me teza absurde si ligj lufte që mbajnë pezull, marrëdhëniet, mbajnë, domethënë dhe e përdorin ata, autoritetin e tyre e përdorin për të realizuar qëllime të tjera. Pengmarrja. Cilat janë këto qëllime? Për të realizuar qëllime të tjera, deri Greqia të është njihet në mënyrë permanente, ajo ka, përveç se ka pushtuar Epirin e vjetër, dhe e ka në pushtim, dhe është kaq i largët sa ato atje kanë ndodhur dhe procesi i greqizimit të asaj popullate, i pjesë e madhe është ushtruar gjenocidi, janë deportuar me dhunë duke vrarë prerë, dhe në aspektet kulturore. Në aspektet kulturore gjithë Shqipërinë e Jugut, ato, po them, procesin e restaurimit të kishave, për shembull, është një proces i ndërhyrjes kulturore për të shuar identitetin kombëtar të shqiptarëve, identitetin arbënor. Po më klasik është manastiri Mesopotamit në komunën e Finiqit. Një objekt kulti tipik arbënor, në cilin kishte dy apsida falje të ritit lindor dhe perëndimor. Ata kanë shuar gjatë restaurimit tyre. E tjerë, po me qenë se më pyete, apo varrezat tu, që do të varreza këto? Varrezat të ushtarëve grek që kanë pushtuar Shqipërinë. Një prej çështjeve të cilat harrovan fakta përmendja që na sollin vëmendje. Do t'i ndojmë. Çfarë duan ata? Ata punojnë edhe në arritjen e shpejtë të gjërave, por mendojnë edhe afat gjatë. Ata mendojnë shtetin siç duhet ta mendojë çdo. Është nacionalizëm? Sipas jush?